Deputetja e Lëvizjes Vetëvendosje, Arbëresh Kryeziu Hyseni, ka komentuar takimin e sotëm ndërmjet kryeministrit Albin Kurti dhe kreut të LDK-s, Lumir Abdigjiku, lidhur me përpjekjet për zgjidhjen e krizës së presidentit. Pas takimit, Kurti deklaroi se palët nuk kanë arritur pajtim për propozimin e tij drejtuar LDK-s për bashkëqeverisje. Në reagimin e saj në Facebook, Kryeziu Hyseni ka përdorur tone ironike ndaj LDK-s. Po më duket se LDK-ja i ka mbetur hatri që nuk e ka ftuar NASA për të bashkëngjitur misionit Artemis 2 për një shëtitje të qetë rreth hënës. Prandaj, çfarëdo oferte këtu në tokë, për ta është e papranueshme, ka shkruar ajo. Nënkryetari i Kuvendit të Kosovës, Ardian Gola, në diskutimin e tij në Asamblenë e Këshillit të Evropës, vlerësoi pozitivisht ecurinë e zgjedhjeve në Kosovë. Ai u ndal edhe te zgjedhjet në komunat me popullsi me shumicë serbe, tha se në këto zona, sfida kryesore në vitet e fundit nuk ka qenë integriteti i procesit zgjedhor, por vetë pjesëmarrja, duke theksuar se kjo është ndikuar nga bojkotet e organizuara dhe ndikimi drejt për drejt politik nga Serbia. Nënkryetari i Kuvendit të Kosovës tha se gjatë 2 dekadave të fundit Republika e Kosovës ka ndërtuar një kulturë demokratike në të cilën zgjedhjet nuk mbahen thjesht, por u besohen, duke e shtuar se është zhvilluar një sistem zgjedhor që është i besueshëm, konkurrues dhe gjithnjë më i pjekur. Gola tha se zgjedhjet tona më të fundit pasqyruan atë pjekuri demokratike, ishin paqësore, të administruara profesionalisht, vërtet konkurruese dhe qytetarët ishin në gjendje të shprehnin vullnetin e tyre lirshëm në një mjedis të qetë dhe demokratik. Ky nuk është thjesht vlerësimi ynë. Ai pasqyrohet në përfundimet e vëzhguesve ndërkombëtar. Misioni i vëzhgimit të zgjedhjeve i Bashkimit Evropian i ka përshkruar vazhdimisht zgjedhjet në Republikën e Kosovës si konkurruese dhe transparente. Vëzhguesit nga Këshilli i Evropës kanë vënë sjelljen e tyre të rregullt dhe profesionale, vlerësimet e pavarura, duke përfshirë Freedom House dhe indekse të tjera të qeverisjes demokratike, e vendosin Kosovën midis performuesve më të mirë në Ballkanin Perëndimor në integritetin zgjedhor dhe të drejtat politike. Ky kombinim i procesit të besueshëm, rezultateve në kohë dhe pranimin e politikave nuk është teorik, ai praktikohet, tha Gola. Ai tha se partitë tona konkurrojnë fort, fushatat tona janë shpesh intensive dhe jeta jon politike është me të drejtë gjallë, por kur qytetarët vendosin, rezultati pranohet. Sipas tij, kjo në vetvete thot diçka themelore në lidhje me besueshmërinë e sistemit. Demokracitë gjykohen jo vetëm nga mënyra se si hidhen votat, por edhe nga fakti nëse besimi zgjat pas numërimit në Kosovë. Po,